Shumë personazhe publik, jeta private është pjesë e markës së tyre. Njerëzit i ndjekin jo vetëm për artin e tyre, por edhe për mënyrën se si sillen në çift apo në familjen e tyre. Kështu që një deklaratë për divorc mund të rikthejë vëmendjen ndaj tyre, t'i ndihmojë për të ndërtuar një imazh të sinqertë dhe njerëzor, ose të hap një kapitull të ri profesional, për shembull kur kanë projekte ta zëm në teatr, në balet, kanë një libër, apo kanë një këngë, apo kanë edhe një spektakël televiziv për të promovuar, është momenti i duhur. Në vendin e tretë, ChatGPT rendit ndarjen dhe nevojën për empati, për të ndarë nga historia, pra për të mbajtur qëndrimin e tyre personi, mashkulli apo femra në rastin konkret. Empatia është gjithmonë nevojë për përkraje publike. Disa e ndajnë për të gjetur solidaritet me fansat e tyre, duke kthyer erdhimin personale një mesazh universal të kuptueshëm. Publiku shpesh i përkrah dhe ndjehet afër dhimbjes së tyre dhe dihet gjithmonë që viktimizimi nuk i bën keq askujt, edhe nëse është organik. Parandalimi i keq kuptimeve ose akuzave, ku përfshihen fëmijë, pasuri apo thashë theme tradhtie, një deklaratë publike ndihmon që të mos shpiken histori të reme. Në këtë mënyrë VIP mund t'japi versionin e tij zyrtar. Të mos harrojmë edhe një gjë tjetër, që jetojmë në vitin 2025 dhe kjo është pjesë e spektaklit modern. Në realitetin e sotëm mediatik, jeta personale është pjesë e showbizit. Shumë ndarje bëhen virale dhe përkthehen në klikime, në ndjekës, në përfitime, edhe kur duken që janë momente të dhimbshme për personazhin e famshëm që është protagonist në këtë ndarje. Pyetja e dytë, që ishte në sondazhin tim, ishte: a do të flisni publikisht për divorcin tuaj, siç bëjnë VIP-at? Ju vetë, ju njerëzit e thjesht. Çfarë do të bënit? Mendoni pak. Jeni divorcuar dhe ju vjen ftesë për një emision. Do thoni po me një herë apo ja. Është vërtet, 71% e votuesve deklarojnë që nuk do ta ndanin kurrë historinë e tyre në ekrane publike. Ndërsa 29% e tyre, po, do të dilnin publikisht për të folur për jetën e tyre personale dhe në rastin konkret për divorcin e tyre. Por unë pata në këtë moment edhe një pyetje çik më diabolike, sepse duke u nisur nga eksperienca që kemi parë në vende të ndryshme të botës, mos shkojmë shumë larg, po deri në Itali, për shumë deklarata ekskluzive nga historia, jo vetëm për divorce, por ka patur raste kur dikush ka folur edhe për smundjet e shëndetit mendor, ka folur për problemet me shëndetin e familje e diku tjetër, kanë kërkuar para në këmbim të intervistave. Dhe unë për këtë pyeta: a mendoni se VIP-at paguhen për treguar historitë e tyre personale në publik këtu në Shqipëri? Desha mendimin e publikut. Çfarë mendon